A e dini pse u shmangen këtyre gjërave? U shmangen për nepotizmin e theksuar që është në të gjitha institucionet e shtetit shqiptar, në të gjitha bashkit, ku gjën kushërin, ku gjën vëllezër, ku gjën kunetër, ku gjën problematika nga më të ndryshmet. Po, përveç përdorimit të administratës, zoti Baçi, a keni prova për blerje të votës? Prova konkrete? Prova konkrete, Partia Demokratike apo çdo subjekt politik në bazë të denoncimeve që bën, edhe kallëzimeve që shpesh herë ka bërë në organet kompetente, i bën këto mbi bazën e informacioneve që merr. Por nuk është subjekti politik ai që duhet të mbledhë provat. Provat i mbledhen organet kompetente, organet ligjzbatuese, në rastin konkret SPAK-u i famshëm, SPAK-u i reformës në drejtësi, SPAK-u që ngriti një strukturë të posaçme, një task force para zgjedhjeve dhe ku zoti Dumani e bëri shumë publike një task force të tillë ku do merresh me parandalimin e krimeve zgjedhore dhe pse jo pastaj edhe me zbulimin e tyre, hetimin e tyre dhe çuarje në gjyq. E keni sinjalizuar zotin SPAK-un, zotin Dumani, task force që në këtë vend, në këtë fshat, në këtë qytet. Po sa raste ka pasur. Ka diçka të tillë konkret. Patjetër që është sinjalizuar, kanë vajtur denoncime në SPAK, njoftime, madje publike janë bërë shumë herë. Unë po ju marr një shembull konkret. Në mos gaboj e kam përsëritur dhe njëherë, por bëj mirë ta përsëris për arsye që të ngelet në kujtesën e qytetarëve, po ndoshta edhe të SPAK-ut. Unë kam bërë një denoncim publik në datën 11 maj, ditën e zgjedhjeve, ku një kuti votimi mungonin 500 flet votimi. Erdhën 500 flet votimi mangët dhe absolutisht nuk u bë problem fare, denoncimi im ishte publik në media, kaq kam si detyrë për të bërë, asnjë lloj mase nuk u mor, por përkundrazi bë një zgjidhje administrative, KQZ janë ndërhyri që këto 500 flet votimi të vemi t'i marrin në një kuti tjetër, të heqim 300 ta njëra, 200 tek njëra, ta plotsojmë këtu të vazhdoj votimi dhe nuk u kërkua ku kanë mbritur 500 fletët e votimit në qarkun e Firit, që nga KQZ-ja kanë dalë dhe ku humbën ato 500 flet votimi, kanë dalë, janë marrë nga patronazhistët dhe janë përdorur për trenin bullgar për të qenë 500 fletët jashtë të boshatisura origjinale dhe pastaj të vazhdojnë.